po që disa herë vjerat po m'akuzon që po i humbin gjërat në shtëpi. Unë fali 5 vakte pra namazin. Nësë Allah në gjithë që ta nxjerrë të vërtetën e shesh. Nga aspekti i fes, askush nuk ka drejt të akuzoj askënd pa fakte. Nëse nuk ka fakte qarta, atër është haram me i paragjikua dhe me shpif për njerëzit. Në këtë rast, vjera jote, nëse nuk ka fakte, nuk ka drejt me thonë. Mund thot ajo, po dyshoju në të antarët e familjes, po të bëj me gisht të askush nuk ka drejt. Pra në aspektin fetar, pa fakte, kjo quhet shpifje. Edhe ka personi gjuna. Ti çka me bën këtë rast? Allah një moft. Allah një moft. Pika 2 që du me treg vrejtjen është që bashortu në këtë rast duhet me treg vrejtjen, qoftë edhe nonës vetë, normal me fjalë të mira, pa ngrit zanë me fjalë buta, por nësa është i bindur, edhe ti e bindur se nuk stakfirullah, ti nuk e bën një gjatë të tillë, atëraj duhet, pasi është mes gruas edhe nonës vetë, duhet me ndërmarrë diçka, me i sqaru pak do gjona më detajisht, edhe gjithë secilin me e obligu nëse guxoj me thonë kështu, me nejt në pozitën që i takon. S'ka lidhje pse është nanë, nuk do të thonë që tash ajo edhe ka drejt çdo kënd me akuzu. Edhe të nanën tjetër, elhamdulillah po besoj që nuk e bën një gjë të tillë, nëse rastisht ke bën gjëra të tilla, atëherë duhesh me u pendu te Allahu xhel, mos mi përsëritë me këto gjanat në vendin e vet. Thash, nuk po të akuzoj, por në raste të tilla nëse dikush ka gabu, atëherë duhet me përmirësu gabimin. Lutë Allahu xhel që ta largoj këtë problem prej juve dyve.